shoqërohet fundi i Ramazanit me lutje, me dua, me tobe dhe me istighfar dhe me disa veprime të tjera të cilat duhet i kemi parasysh dhe ndërto dhënia e sadakas së fitrit, dhënia një lëmoshe e cila jepet për çdo antar të familjes, që më e mira do të ishte që të jepet ushqim për të varfrit, për fukarejt, e nëse në situata dhe në situacione të caktuara ushqimi nuk i bën dobi, se nuk po vun kush sot për miell apo për makarona, po mund të ketë dikush halle të tjera më të mëdha, mund të konvertohet kjo duke ju dhënë pra në para, pra duke ndihmuar njeriu e varfër në para, siç është dhe mendimi më i saktë dhe më i drejtë inshallah taala. Duhet pra që këtë Ramazan ta mbyllim dhe japim sadakan e fitrit për të varfrit, sepse ajo shërben si një lloj kurimi për gabimet, për mëkatet dhe për gjunahet tona të Ramazanit. Kanë pas thënë të parët tanë, sadakaja e fitrit në fund të Ramazanit është si 2 sejdët në fund namazit. 2 sejdët në fund namazit shërben që njeriu të korrigjojë gabimet dhe problemet e namazit të tij. Kështu është edhe sadakaja e fitrit në fund të Ramazanit, shërben për të plotësuar boshllëqet, mangësitë dhe të metat që mund të ketë pas njeriu gjatë agjerimit të tij të Ramazanit.